Mirë se vini në podcastin e Këshillit Studentor të Universitetit Fanoli Korç. Kjo është një hapësirë dedikuar për studentët ku flasim hapur për jetën universitare, zhvillimet personale dhe mundësitë që kemi përpara në rolin tonë në komunitet. Sot kemi të ftuar Dedi Hoxhën, i cili është drejtues i Qendrës Shenjore Korç. Ai ka qenë ish student i Universitetit Fanoli dhe një ish antar i Këshillit Studentor. Tish. Faleminderit për ftesën edhe mirë se keni ardhur në Qendrën Shenjore. Faleminderit e ty. Mund të nisim me pyetjet. Jam gati. Duket sikur më keni marrë në requestit. Tani, pyetja e parë. Si lindi ideja e Qendrës Shenjore? Ka pas ndonjë moment klik nga ana jote? Qendra Shenjore është hapur gati që nga koriku i vitit të kaluar, por si institucion ka ekzistuar që para 7 viteve, 8 viteve, por për shkak të pandemisë edhe për shkak të disa problemeve të tjera institucionale, sepse më parë ka qenë në varësinë e ministrive të linjës, qendra u mbyll dhe u rikthye pas 5 viteve mbyllje nga si një bashkëpunim i Agjencisë Kombëtare të Rinisë bashkë me Bashkinë Korç. Pra, qendra është në funksion tani të Bashkisë Korç. Keni bërë që më të mirë që keni hapur. Shpresojmë që të ecë, për sa i përket momentit klik ka shumë patjetër, sepse që në momentin që qendra u hap, ka disa sfida. Është sfida që duhet të tërheqësh sa më shumë të rinjt ta njohin qendrën dhe të dinë që tani është rikthyer dhe po funksionon përsëri. Kështu që patjetër ne jemi duke bërë më të mirën tonë që të përshtatemi kërkesave të rinjve, të dëgjojmë ata dhe të shohim më pas edhe funksionimin sa më të mirë të qendrës. Jam shumë dakord. Sa kohë ka që ka nisur bashkëpunimi mes universitetit dhe Qendrës Shenjore? Dhe si lidhet me studentët? Kjo... Po, ju keni qenë vetë pjesë e takimit të parë që ne kemi bërë, pasi edhe fokusi tim që në momentin që është hapur qendra ka qenë që të njihet sa më shumë si nga Këshilli Studentor, si nga gjimnazet. Prandaj dhe zhvilluam edhe takimin bashkë, si Këshilli Studentor bashkë me Qendrën Shenjore për të shtrirë dorën për bashkëpunim dhe për të patur aktivitetet përbashkëta edhe ju sipas atyre kërkesave që keni si Këshill Studentor, por edhe ne duke ju mbështetur edhe përmes Bashkisë Korç, përmes Agjencisë Kombëtare të Rinisë, për të patur një bashkëpunim më të ngushtë edhe një jetë më aktive studentore. Që ai që duhet më shumë kohë të sot. Fakti interesant është që ne kemi regjistruar në fillim këtë podcast, dhe ja themi, është po na e dëgjojnë. Podcasti doli shumë i gjatë edhe për këtë arsye po e ripajmë që ta bëjmë pak më të shkurtër. Ne po bëjmë kështu E të jetë më interesant. Devi, cilat janë objektivat sipas mendimit tënd? Kush është qëllimi i këtyre bashkëpunimeve? Shiko, qëllimi i këtyre bashkëpunimeve është që ne t'u japim ndjesinë dhe atë që studentët duan, që të dëgjohen, që të kenë aktivitetet e tyre, dhe nuk është thjesht të organizojmë aktivitete, por të ndërtojmë një vetbesim, të ndërtojmë përgjegjësi dhe ndjesinë e komunitetit. Prandaj dhe ne ju kemi kontaktuar si Qendër Shenjore Këshillit Studentor për të zhvilluar aktivitete që janë në dobi të komunitetit, por edhe të shpalosin talentet studentët e Universitetit Fanoli, sepse ndonjëherë jeta në universitet është pak më e vështirë, fillojmë profilizohemi, por avëm edhe këtë pjesën e kontributit në komunitet, pjesën që duhet të tregojmë talentet tona, edhe pse për shembull unë jam një student finance, nuk do të thotë që nuk do bëja podcaste në media të ndryshme, kështu që gjithmonë duhet të qasemi edhe pak më ndryshe ndaj studentëve për pjesën e talenteve. Por qëllimi kryesor patjetër është të jemi një zë akoma më shumë për studentët edhe të kemi një marrëdhënie më të mirë si student, si Universiteti Fanoli, bashkë me Bashkinë dhe të bashkojmë të gjitha në një komunitet më të madh. Jam shumë dakord. Ti je vetëm shumë dakord. Po, jam shumë dakord. Gjitha që thua ti Jam shumë dakord. është dakord. Për një gjë nuk mund të jesh dakord. Për çfarë? Nuk e di, duhet të kesh diçka Po që... deri tani jam. Më Ose vonë. thot kohë që ta bëj shef. Si? Thot kohë ta bëj shef. Jo, pavarësisht se kemi shumë. Jam i sigurt se në podcastin e kaluar pati disa pyetje, kështu që besoj se do Do më vinë akoma të tjera mbase. Çfarë shes sot tek të rinjt e Korçës që të pëlqen më shumë dhe çfarë na mungon me si të rinj? Më pëlqen fakti që të rinjtë e sotëm janë më të hapur, dua të eksplorojnë më shumë, lëvizin më shumë, kanë guxime dhe kuriozitet që ndoshta ne të rinjtë e para 10 viteve nuk e kishin. Ka që edhe ndoshta, por është edhe një nga pendesat time më të mëdha, për shembull si student që nuk kam qenë më i hapur përballë mundësive. Ju tani keni programe Erasmus, të cilat
mund t'i ndiqni, mund të bëni një semestër apo trajnime të ndryshme të cilat mund t'i frekuentoni dhe këto përveç se ju ndihmojnë në aspektin tuaj profesional, por ju ndihmojnë edhe në aspektin tuaj personal sepse njihni njerëz të ndryshëm, hapni horizontin, udhëtoni më shumë dhe këto të gjitha përfshihen në një pjesë që juve ju përmirëson më shumë dhe ju bën njerëz më kontribues në komunitet edhe në universitet patjetër. Njeritje personale të themi. Personale dhe profesionale. Unë më shumë të personale. Okay. Se të rinjt e sotëm ka nevojë ndoshta të formohen më shumë personalisht se sa profesionalisht. Sepse ndonjëherë ne i bëjmë ato debatet me njëri tjetrin që universiteti është shumë teorik, duhet të jetë më praktik. Ju më pyetet që cila është diçka që nuk më pëlqen tek të rinjt. Mendoj se është besimi tek vetja që na mungon si të rinj, edhe durimi. Si të rinj e kemi shumë të vështirë që të presim, të durojmë pak, të ngjitim shkallët e karrierës pak nga pak, sepse duam që të bëhemi të pasur direkt, edhe të përfitojmë poste të mira, drejtor, ministër, direkt që sapo mbarojmë bankat e shkollës. Duhet të investojmë te vetja, të bëjmë sa më shumë trajnime, të investojmë tek ai profesion që kemi zgjedhur dhe më pas të themi që po tani jemi të gatshëm për tregun e punës. Patjetër diku do nis, po nuk jam shumë dakord që të nisim në pozicione të larta kur nuk ke eksperiencën e duhur. Po. Është shumë e vërtetë. Unë në fakt do të bëja një pyetje të cilën ti e ceke pak përgjigjen tani, por do ta bëj pak ndryshe. Jepi. Më ta them kështu. Si mendon, të rinjtë e sotëm kanë më tepër pasiguri frikë apo nuk kanë ato mundësitë e duhura për të arsimuar, mund të themi, apo për të shkuar jashtë vendit, apo për të ndjekur ato ëndrat e tyre? Shiko, patjetër që janë të dyja, sepse jo shumë të rinj i dinë mundësitë që kanë. Unë kur kam qenë në universitet nuk kam qenë shumë i njohur me mundësitë për të shkuar me programe Erasmus për shembull, apo me disa programe të tjera të cilat tani unë i shikoj sepse duke qenë se edhe puna ime është e tillë dhe mundohem që të gjithë të rinjve si ju t'ju çoj kontakte dhe t'ju them që është ky trajnimi, është kjo mundësi për të studiuar. Janë programe të ndryshme, fellowship apo trajnime që ju mund të ndiqni edhe jashtë Shqipërisë dhe patjetër që janë të dyja sepse ndonjëherë nuk jemi shumë të ekspozuar përballë mundësive, por ndonjëherë është edhe neglizhenca jonë. Po. Jam i sigurt që edhe juve ju kanë ardhur trajnime falas në qytete ndryshme të Shqipërisë apo edhe jashtë Shqipërisë dhe e keni neglizhuar, keni thënë, ama se çfarë do bëj unë atje, se do shkoj. Jemi çik skeptik. Kështu që mendoj se janë të dyja, patjetër që kushdo, unë gjithmonë në jetën time kam ecur me këtë sloganin që kushdo e gjen mundësinë. Siç dhe personalisht kur kam dashur që të punoj fort, e kam gjetur mundësinë për të punuar fort, dhe kur kam dashur t'i laj gjërat rrjedhin, që nuk është fare gjë e mirë, kam gjetur në vend numëror. Jam prap dakord. Se në disa raste jemi pak dembela, prandaj. Unë mendoj thjesht që jemi mendoj se edhe stimuli duhet jetë nga pedagogët, duhet jetë edhe nga shoqëria, duhet jetë edhe nga prindrit tanë. Unë e di, unë shoh nga puna ime e përditshme që shumë herë ndodh që prindrit ju thonë të rinjve që mos e çfarë do bësh në këtë trajnim, mos do ikësh deri atje, ndërkohë që ti ke gjitha të paguara, ke një eksperiencë ndryshe që këtu nuk e shikon dot, dhe prindrit shqiptar prapë kanë atë problemin që mos e çfarë do bësh atje, jo po je çup, ku do ikësh ti? Po, kjo është vërtet. Se kanë informacione të duhur thonë janë mashtrime. S'janë të vërteta. Po, ndërkohë që unë para disa muajsh kisha 5 vajza vullnetare nga Franca, që kishin ardhur nga shtetet ndryshme të Francës edhe ishin vullnetare për 3 muaj në qytetin e Korçës, në institucione të ndryshme dhe mosha e tyre ishte nga 20 deri 23. Që për prindërit shqiptar të rish 3 muaj në një vend të panjohur, edhe ndoshta pak të vështirë si Shqipëria, sepse Francë, Shqipëri ka një diferencë shumë të madhe, për prindërit shqiptar do ishte pak e vështirë. Po. Prandaj edhe prindërit shqiptar duhet të jenë pak më të hapur. Po nuk janë ai open mind, sa ç'duhet të jenë. E kemi çik, është vetë vendi. Jemi presi ne, që do bëhemi prindër, kështu që duhet jemi ne. Po në ndryshim. Do ndryshojmë Shqipërinë. Kush e ka radhën? Elja. Skaq. Ti që ke arritur këtu ku je sot,
Çfarë të ka shtyr, të ka ndihmuar dikush, të ka dhënë stimul dikush, për shembull një pedagog nga universiteti jonë, apo ndonjë mundësi që ty të është ofruar nga universiteti, apo thjesht ka të bëhet me karakterin tënd si Devi? Nëse do të bëja një CV shumë të shkurtër për veten time, do të përmendja që kam qenë kryetari i Këshillit Studentor për Fakultetin Ekonomik në universitet. Më pas jam zgjedhur antar i Këshillit Bashkiak. Më pas kam qenë vullnetar të qendrinore dhe më pas e marrë me organizata, me punë të ndryshme, kam punuar gjithashtu edhe si specialist i sigurisë dhe cilësisë së posa shqiptare për 2 vite, dhe më pas, duke qenë se nuk e gjeja veten atje dhe dija që dëshira ime ishte të punoja me të rinj, ose me marketingu, doli mundësia e qendrës rinore u rihape dhe zgjodha që të aplikoj dhe të jem pjesë e stafit të qendrës rinore. Kështu që patjetër ka patur njerëz që kanë ndikuar, ka qenë Joani, që ka qenë ish drejtuesi i qendrës rinore. Po, Joani, përshëndetje Joani. Ju përshëndetje. Ka qenë patjetër pedagog të ndryshëm. Po na falja. Ka qenë profesor Sonela Stillo, që më ka stimuluar që të marr shpesh në aktivitete. Kanë qenë profesor Elira Menkshë, me të cilën kemi bashkëpunuar me disa projekte. Nuk do doja që t'i futesh kësaj valles me pedagogës, e di që do ngele qefi dikujt, por duke qenë se me profesore Sonelën kam pak më shumë misi, do ngelen me profesore Sonela. Por pa dyshim të gjithë kanë dhënë realisht një kontribut shumë të mirë dhe na kanë ndihmuar që edhe të ecim përpara. Pastaj patjetër ka edhe persona të tjerë jashtë universitetit që kanë patur një ndikim në karrierën time. Po, e kuptoj. Por, më së shumë t'i them që jam self-made, pa egoizëm. E tani që të njëjë me tim, prandaj. Po mburesh tani. Devi, ti the që ishte një kryetar. Ishte kryetar i Fakultetit të Ekonomisë. Po. Si ka qenë atëherë dhe çfarë mendon që duhet të ndryshojmë ne sot? Në rang këshillë vetëm tek fakulteti. Shiko, mua më pëlqen që ju keni filluar të dëgjoni studentët. Ne kemi bërë bisede edhe me Ledion. Dhe gjëja më e mirë është që studentët të dëgjojnë. Ti dëgjojnë të gjithë studentët, nga fakulteti i shkencave të natyrës deri tek i bujqësisë dhe të gjitha fakultetet, sepse studentët ndryshëm kanë dëshira të ndryshme. Ledio ja bëri dhe një pyetësor, i cili më duk shumë interesante dhe për fatin e mirë më tha disa nga përgjigjet që ti lexoja. Edhe parë që kishte shumë probleme, që nga pjesa e shëndetit mendor që është një nga problemet më të mëdha të rinjve kohët e sotme, deri te probleme tjera ekonomike apo probleme të ndryshme të cilat ishin shprehur studentët. Kështu që mendoj se ju si këshill duhet t'i dëgjoni studentët sa më shumë. Dhe të zhvilloni sa më shumë aktivitete. Nga eksperienca ndodh që edhe kur bëjmë një aktivitet këtu të qendra, mund të vinë 5, 6, 10 veta dhe ne themi, nuk themi asnjëherë që dështuam, por themi që ky është një mësim që ne të shkojmë dhe të kontaktojmë sa më shumë të rinj. Nuk e shikojmë asnjë problemin që të rinj nuk janë të interesuar, por themi që ne ndoshta nuk e kemi bërë një aktivitet aq interesant sa studentët apo nxënësit e gjimnazeve të vinë. Prandaj edhe ju duhet ta shikoni te kjo pjesë, provoni sa më shumë, zhvilloni sa më shumë aktivitete. Ju keni një gjë të mirë, për shembull kur kam qenë këshilli studentor nuk ka qenë shumë i angazhuar. Ne jemi munduar që të bëjmë shumë aktivitete, ndonjëherë ishte me shumë probleme dhe pjesa e buxhetit. Dhe një kërkesë që unë doja bëja rektorit që ose do të ndjek këtë podcast, do ishte që të allokoj një buxhet kastile për këshillin studentor, sepse është shumë e rëndësishme që ju të zhvilloni aktivitete. Sepse nuk mund të zhvillohet një aktivitet pa një buxhet minimal. Unë e di këtë gjë sepse punoj këtu edhe e di që sa e vështirë është të zhvillosh një aktivitet pa buxhet, prandaj e di që edhe ju si këshill studentor do e keni shumë të vështirë që të zhvilloni aktivitetet pa një buxhet të caktuar apo pa një buxhet për një vit të caktuar. Prandaj do ishte shumë mirë që edhe ju të bëni një kërkesë edhe ti më shohni më shumë kësaj pjesës për të patur një buxhet si këshill studentor, por mos i harxhoni me parti, por t'i harxhoni me aktivitete të duhura, me trajnime, me ndoshta psikolog falas të cilët mund t'i sjellin në universitet për ata të rinj që mund të kenë probleme me shëndetin mendor apo të bëjnë trajnime të ndryshme për shëndetin mendor, sepse mendoj që në momentin që studentët dëgjojnë, atëherë dhe ju si këshill studentor keni më shumë sukses. Nëse nuk vazhdoni të bëni parti,
do keni një pjesë shumë të vogël të studentëve që do qasni. Kur isha unë, nuk ishte kaq shumë aktivizim të studentëve. Tani mendoj se edhe pas protestave të studentëve pati një angazhim më të shtuar, që ishte gjë shumë e mirë, edhe sepse ngriti studentët të dëgjoheshin më shumë, edhe pse një kërkoj ndjesë. Edhe sepse pati disa ndryshime që u bënë në ligj, kështu që mendoj të vazhdoni me këtë ritëm, ndoshta jo të bëni protesta, por të shtoni sa më shumë kërkesa drejt rektorit, drejt pedagogëve e të tjerë. Unë po fillova të flas në për shembull, nga aktivitetet që ne kemi bërë, që ti besoj se e di shumë nicën, kështu që po, ju kanë ditur. Po, cili është një nga aktivitetet që ty të ka bërë përshtypje pak më tepër dhe thua që po, ka dalë diçka e bukur. Më ka pëlqyer fakti që ju keni bashkëpunuar me universitetet e tjera, që unë jau kam sugjeruar të vazhdoni këtë gjë. Sepse në momentin që bashkëpunoni me universitetet e tjera, përveç se ndani eksperiencën edhe mësoni më shumë nga njëri tjetri, por keni edhe më shumë kontakte, zhvilloni më shumë kontakte, mund të zhvilloni aktivitetet përbashkëta. Kështu që mendoj se kjo është një gjë shumë e mirë. Nuk më ka pëlqyer që nuk keni bërë trajnime dhe workshope. Kështu që duhet ta keni parasysh, ambientet e qendrës janë të hapura, janë pa lek, mund të vini, mund të bëni workshope. Pavarësisht se ju I keni salla shumë të mira në universitet, por ndoshta edhe të largoni pak nga universiteti. Që duhet pak diçka më ndryshe edhe për studentët. Pikërisht. Që ambientet që si keni të hapur edhe mund të bëni workshope dhe trajnime sa të doni. Po, në aktivitetet që kemi plan për të bërë këtë vit, ti di shumë mirë sepse kemi diskutuar bashkë disa aktivitete. Kemi lënë një movina që nuk po e bëjmë Po, në data 2 mars. Kështu na qenë student ka qenë sezon pavime, kështu është e gjitha. Po, ka qenë sezon pavime, Kështu që pa marrë justifikimi pas. I duhet një movina që të ishin mendje. Patjetër, pres kur të doni. Dhe aktivitetet tjera që do jemi në kontakt, sepse mund të na duhet qendrorinore jo vetëm për movie night, tjetër e veç. Ti ke një aftësi shumë të gjerë që nuk e gjesh fare. Është që ju të dëgjoni të studentët, ti dëgjoni sa më shumë, sepse sa më shumë të dëgjoni aq më shumë ide domeni, edhe aq më shumë të rinj që aktivizohen në aktivitetet tuaja do të keni. Ky ishte synimi në atë pyetësor online që u hap, sepse ishte edhe anonim, se dim që studentët kanë mbrojtje. Kanë mbrojtje të flasin ballë dhe frikë mund të them, por më shumë është tek mbrojtja, sepse nuk mund të kem frikë për të thënë aktivitete, por mbrojtje. Dhe ai pyetësor ishte anonim, dhe çdo kush mund të jepte idetë e tija, gjë që mund të them ishte një sukses ai pyetësor, sepse doli një kampion I mirë studentësh për të bërë disa aktivitete në bazë të atij kampioni. Fakti që shumë studentë kishin probleme me shëndetin mendor dhe janë duke u munduar që të lidhin kontakt me sponsor të ndryshëm apo me psikologë të ndryshëm, të cilët mund të bëjnë një aktivitet apo se si ta përmirësojnë pak më mirë këtë gjë. Nuk përmirësohet me shkop magjik, patjetër, por të paktën të japim një ndikim. Çdo gjë ndihmon nga pak. Kjo është e gjitha. Ne vazhdojmë me skaletën. Vazhdojmë me skaletën. Nëse një student vjen për herë të parë në qendra rinore, çfarë do të gjejë aty? Përveç teje. Do të gjejë një ambient ku nuk ka presion, sepse ne këtu, unë ja u them shumë shpesh, ne jemi duke krijuar qendrën si një multispace. Pra, ti mund të vish të luash me lojrat të ndryshme që ne kemi, mund të vish të shikosh një film te kinemaja, mund të vish të punosh një projekt me shokët, mund të vish të krijosh podcastin tënd siç ju e krijuat, mund të vish të bësh trajnim me trajnime të ndryshme që ne bëjmë. Prandaj ne e përmendem shumë shpesh këtë pjesën, që ne kemi krijuar një multispace ku nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 6 ne presim çdo të ri që jo vetëm ka ide apo do të argëtohet, por edhe këtë pjesën që të vish të studiosh, ne kemi ambiente edhe për të studiuar, ndoshta nuk është aq e qetë sa biblioteka, por mendoj se ne kemi nevojë edhe për pak shurb. Sepse ndoshta në bibliotekë na thon pushoni, mos bëni zhurmë, ndërsa këtu nuk ka asnjëri që të thotë pushoni, mos bëni zhurmë. Mund ta thuaj ti. Po di në një ditë që thua ti se mirë nga nervat e thonë. Me neve për shembull s'është asnjë ndonjë nervi. Jo, nuk ka ndodhur. Realisht nuk ka ndodhur. Sa më diçka ndodhur. Kur? Me shfaqjen. Në provat e shfaqjes, me boksi, unë ta kam thënë. Jo. Që një ndonjë që haroni ndonjë. Jo, nuk ka ndodhur. E po që ke duruar tebi. Mundohen, është pjesë e karakterit tim durimi, po për sa kohë një gjë ne nuk shkaktojmë dëme materiale, çdo gjë është një cikël. Po nëse ndodh që dikush të shkaktojë dëm material kështu pa dashje.
Po e lëm për një bisedë tjetër, ta mos fokusohemi te pjesa negative. Okej, vazhdojmë me pjesën pozitive. Të mundohemi që të investojmë në qendra dhe të rregullojmë gjërat e qendrës. Secili ka pozitive e veta, kështu që Patashe ka shumë, jo me qëllim. Patashe, nuk si jemi në hetuesi apo në Leket kesh ose tani kur ato ko. Elia. Vazhdo. Unë devi t'i bëra pyetje që kisha në plan, por që mendoj që çfarë këshilla mund të na jepje mua dhe Ladios, meqense na ke këtu përballë. Në fakt do javë ka gjithë temë, nuk do javë ju personalisht. Po mi jepë për të gjithë. Podcast që ndiqet, do ndiqet edhe nga studentët e tjerë. Mos prisni asnjë momenti perfekt. Momenti perfekt nuk i dihet asnjëherë kur vjen. Mund të vi tani, mund të vi nesër, mund të vi edhe pas 5 vitesh. Por mos e prisni asnjëherë momentin perfekt, por investoni te vetja juaj sa më shumë. Lexoni sa më shumë libra. E di që librat tani kanë ikur dorë vet, por është realisht shumë e rëndësishme të lexoni sa më shumë libra sepse hapni horizontin tuaj, lexoni gjëra të reja që shoqëria nuk do ja u thotë në kafe. Dhe përfshihuni, provoni, gaboni, mësoni sa më shumë që të ndiheni në qytet. Aq më shumë komuniteti ka nevojë për ju, kështu që qyteti ka nevojë për ju. Zhvilloni sa më shumë aktivitete, dukuni sa më shumë, që të bëhen gjërat me zemër, dhe jo për të bërë thjesht për të kaluar diçka. Kështu që asnjëri nga ju nuk është shumë i vogël për të bërë ndryshimin. Kështu që jepini forca vetes. Asnjë gjërat nuk janë shumë të lehta, domos në këtë vend që quhet Shqipëri. Por sa më shumë të punoni edhe sa më shumë gjëra interesante të bëni, aq më shumë vlera do i shtoni vetes tuaj dhe komunitetit. Ne thamë që në fillim të podcastit që ne do të ndryshojmë Shqipërinë. Patjetër. Ne kemi datë. Shpresoj shumë. Ne te slogani i qendrës rinore kemi vendosur Next Generation of Korça, që do të thotë ne jemi gjenerata e ardhshme e Korçës, që e qytetit, apo jo vetëm e qytetit, por e gjithë Shqipërisë, që ndoshta o do ndryshojmë diçka ose do ngelemi në ato problemet, burokracitë edhe 101 gjëra që shpesh na mërzitin. Por ideja është që sa më shumë pozitiv të ngelemi, aq më shumë gjëra pozitive do bëjmë. Do sa më shumë ndryshojmë diçka. Pozitivisht të mendojmë, aq më mirë do jemi fillimisht për veten tonë dhe pastaj për komunitetin. E di që ne të marrim shumë për pas këshilla, se të kemi ardhur dhe si na është bërë si psikolog Devi për shumë situata. Jo, vetëm ju mundohet më shumë të ri. Edhe për psikologji. Dhe për ju që do shikoni podcastin, Devi përveç se është drejtori i qendrës rinore, është dhe psikolog, kështu që ne kemi falas. Nuk do vini. Po, realisht do të bëja më shumë qet. Deri për sa më lejon njohurit time, pastaj ka probleme të tjera. E kuptoj. Mund të ndihmojmë edhe që t'ju çojmë në psikolog, edhe kur mundohemi të bëjmë gjëra të mira, patjetër do ndodhin gjëra të mira. Po. Shumë faleminderit që më ftuat. Nuk e di po keni pyetje tjetër, se mos ja u. Jo, nuk besoj. Lidhja keni pyetje? Se unë time t'i bëra. Pyetje, po të kemi pyetje të tjera do të ftojmë prapë. Po, këtu jemi. Hapeni dhe mbylleni me mua. Po, dhe hapeni dhe do mësojmë me ty. Shumë faleminderit që ishe pjesë e episodit të parë të këtij podcast. Shumë faleminderit që më ftuat, do duket sikur më ftuat me që isha me shpoj bëni podcastin të qendra. Po jo, nuk kemi as shfrytëzuesme. Jo, është një Nuk kemi as shfrytëzuesme, ja, pa. Është një podcast që kemi si marrëveshje bashkëpunimi këtë e kemi që studentët, kështu që normal që do të nisem me Davin. Jo, unë ju përgëzoj për iniciativat, edhe për këtë iniciativë, edhe shpresoj që të keni sa më shumë episode që të dëgjojnë studentë të ndryshëm, pedagogë të ndryshëm, edhe jeta universitare të ketë aktivitet. Edhe pedagogë, edhe studentë të thjeshtë, edhe studentë të këshillit studentor. Kështu që jemi presi me një zemër. Sepse keni edhe studentë talentuar. Po. E keni bërë planin jam shumë i sigurt. Mund të kemi dhe figura publike, mund të kemi gjimnazistë. Po që mos e mund të kemi këtë do, po që mos e tregojmë se gjitha është shkakova episodin parë, kështu se. Shumë suksese. Shumë faleminderit Davi, dhe ky ishte episodi i parë. Miru takofsh në episodin e dytë. Pafshim.